Tani është momenti të paraqes para jush të nderuar deputet disa problematika të hasura gjatë vitit 2024 në punën e prokurisë së posaçme. Së pari doja të çoja presionin e jashtëm nga aktorë politik, mediatik dhe krimi organizuar, gjë që rrezikon integritetin institucional dhe të prokurorëve, duke kërkuar një reagim të koordinuar institucional për mbrojtjen e pavarësisë kushtetuese të SPAK. Mungesa e përcaktimit të qartë ligjor për statusin e prokurorëve pas përfundimit të mandatit krijon pasiguri dhe mund të cënojë vimësinë e hetimeve të rëndësishme. Mungesa e këshiltarëve ligjor për prokurorët gjë që ndikon negativisht në cilësinë e hetimeve dhe përfaqësimin në gjykata. Numri ulët i referimeve nga institucionet publike për raste korrupsioni dhe krimit të organizuar mbetet shqetësues. Përfundimi i sistemit elektronik të administrimit të çështjeve është ende në proces dhe pritet të realizohet siç e përmenda gjatë vitit 2025 me mbështetje të Bashkimit Evropian. Sfidë ngjelet ngritja e njësisë analizës për mbështetjen e hetimeve komplekse dhe raportime ndërkombëtare për SPAK. Tashmë SPAK bën 6 vite në dhjetor dhe ka një historik të hetimeve dhe lindë nevojshme ngritje e një njësie analize. Vijon të mbetet problematik statusi i ndërlidhësve të sektorit të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe hetimet të përbashkëta, të cilët vazhdojnë të trajtohen si në punës civil, ndërkohë që detyrat e tyre, përfshirë kërkesat për ndihmë juridike dhe hetimet e përbashkëta, kërkojnë kryen e veprime procedurale. Kompetencat për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja, gjithashtu i shohim si problematike dhe vlerësojmë se ka nevojë për ndërhyrje ligjore. Prokuria e posaçme aktualisht nuk mund të shqyrtojë kërkesat e autoriteteve të huaja për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale, të paraqesë një kërkesë për njohjen dhe ekzekutimin e një vendimi penal apo eksadimet përjashtë për veprat penale që kanë në kompetencë, pasi këto kompetenca i janë atribuar prokurisë së përgjithshme. Për këtë arsye, vlerësojmë që është me vend të bëhen ndryshime në ligjin 10193 datë 3/12/2009 për marrëdhënie jurisdiksionale me autoritetet e huaja në çështje penale, si edhe në kodin e procedurës penale dhe disa ligje të tjera. Ekstradimi i shtetësve shqiptar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, këtu po raportoj për vitin 2024 dhe realisht situata ka qenë problematike për vitin 2024, sa i takon ekstradimit të shtetësve shqiptar nga Emiratet e Bashkuara Arabe në Shqipëri, pasi ishte pothuajse pamundur ekstradimi i këtyre shtetësve, të cilët ishin në kërkim për llogaritë SPAK, por viti 2025 ka shënuar një përmirësim cilësor dhe sasior, pasi vetëm brenda këtij viti na rezulton që janë ekstraduar nga Dubai rreth 8 persona. Dhe kjo është vërtet as ne vetë nuk e kishim imagjinuar që do kishim këtë situatë pozitive në raport me autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe. Diçka që dua të gjithashtu të prezantoj si shqetësim para të nderuar deputet është nevoja për ndryshime ligjore, sa i takon ligji 10192, ligjit për administrimin e pasurive të sekuestruar dhe konfiskuar, pasi kemi pasur një problematik të madhe, sa i takon jo sekuestrimit, por ruajtjes së kriptomonedave. Aktualisht, ne në Shqipëri nuk kemi, ne si institucion nuk kemi një portofol, nuk kemi një portofol ku mund të ruajmë pasuritë e sekuestruara në kripto. Gjithashtu, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, si autoriteti përgjegjës për administrimin e pasurive, gjithë pasurive të sekuestruara, pavarësisht llojit të sekuestros, as ajo nuk ka një portofol digital me qëllim ruajtjen e kriptovalutave të sekuestruara. Ne vetëm vitin 2024 kemi sekuestruar mbi 11 milion euro vlerë të kriptovalutave dhe kemi hasur në shumë vështirësi, patjetër problemin e zgjidhëm, por e zgjidhëm vetëm duke bashkëpunuar ngushtë me autoritetet gjyqësore të huaj të një vendi antar të BE-s, i cili na u vetë ofrua. Kuptohet, zgjidhja ishte bazuar në ligj, bazuar në marrëveshje ndërkombëtare ku ne kemi aderuar si shtet, por ishte një sforco shumë e madhe. Jemi në proces të ngrirje me qëllim sekuestrimi të një shume akoma më të madhe se 11 milion euro, janë të ngrira, po synojmë sekuestrimin e tyre, por prapësisht kemi të njëjtën problematik. Dhe ky është një moment që unë dua ta bëj prezant të shqetësim për të parë mundësinë e ndryshimeve ligjore në ligjet përkatëse
me qëllim që të mos ndeshemi me pengesa të kësaj natyre. Është patjetër e para gjurmimi i kriptove është tmerrsisht i vështirë, por bashkëpunimit të ngushtë që ne kemi Europol, Eurojust me vende të tilla si Belgjika, Hollanda, Spanja, Gjermania, Franca etj. Kemi krijuar një skuadër të përbashkët, jo hetimore, po që punojmë në grup dhe shkëmbejmë çdo ditë informacion me ta për të rejat që provon bota e kriptove. Kemi specializuar në SPAK, kemi specializuar të paktën 2 hetues të bureaus kombëtare të hetimit në ndjekjen e kriptove. Gjithashtu kemi bërë të mundur fal bujarisë së Mbretërisë së Bashkuar, por edhe një shteti tjetër që të kemi në përdorim programe për ndjekjen e kriptove por prap momenti delikat ngelet ruajtja, prandaj mendoj që është me vend të bëhen disa ndryshime ligjore. Në përfundim, gjatë vitit 2024, Prokuroria e Posaçme vlerësoi se ka përmbushur me efektivitet rekomandimet e Bashkimit Evropian, Grekos dhe Manivalit, duke dëshmuar progres të qëndrueshëm në hetimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe pastrimit të parave.